Bashkim Bakiu pritet të emërohet ministër I shëndetësisë në vend të Azir Aliut, mëson jo zyrtarisht televizioni 21. Ndryshimet brenda kabineti I qeverisës pritet të zyrtarizohen brenda javës. Можам да кажам дека оваа недела ќе се знаат имињата, но она што е сигурно е дека оние ресори, оние портфолија кои што беа до сега во владата, политичките партии кои што ја сочинуваат коалицијата вреди ќе ги задржат. Така што тука нема да има дополнителни промени, нема да има дополнителни сектори, така што тоа е веќе во рамките на нашата заедничка коалиција договорена. Nga vlen thonë se e sigurt është që Bekim Sali do të jetë zëvendës kryeministër, por I njëjti duhet të emërohet edhe ministër I ndonjë ministrie që megjasa do të jetë ajo për integrime. Ministri I ambientit tashmë flitet se do të jetë Muhamet Hoxha, ndërsa pritet të vendoset edhe për Orhan Murtezanin. Gjithashtu mësohet se nëse Aliut I merret shëndetësia, vlen po mendon atë ta emëroj drejtor në Agjencinë për Komunikime Elektronike. Ajo që e dim është që Bekim Sali do jetë zëvendës kryeministër. Kjo është fikse e se si do rregullohet kjo, pra është problem dhe mendoj është për të diskutuar sepse janë disa vende vakante, në fakt që duhet plotësuar, është Ministria e Mjedisit, ajo është vend vakant që duhet plotësuar, por këto janë bisedime që I bëjnë liderët pjesëmarrës në qeveri bashkë me kryeministrin Mickovski. Kryeministri Mickovski tha se të hënën do të dorëzohen emrat pasi të merret vendimi përfundimtar. Këto ndryshime vijnë pas largimit të Izet Mexhitit nga qeveria për t'u bërë kryetar I komunës së Çajirit.